Një tender i nisur që nga viti i kaluar në Ministrinë e Infrastrukturës duket se ka marrë një epilog këtë muaj. Kontrata, cila ka të bëjë me rehabilitimin e rrugës rajonale Vushtri Skenderaj, ka një vlerë për 1 milion eurosh. Në fund, tenderi është përblyer nga Ministria e Infrastrukturës për grupin e operatorëve ekonomik Asfalti Corp ShPK dhe Elbao ShPK, kompani të njohura për fitimin e tendereve në vitet e fundit. Në korrekt të vitit 2024, Ministria Liburna Liut kishte hapur tenderin për rehabilitimin e kësaj rruge, ndërsa në maj të vitit 2025, ky proces mori fund kur Ministria njoftoi dhënien e kontratës që ka vlerën prej 1.394.711 eurosh. Por kush janë ata që fituan këtë kontratë? Sipas njoftimit të Ministrisë, kontrata është besuar grupit të operatorëve ekonomik Asfalti Group dhe Elbao, kompani që dhe më parë kanë marrë tender të majmë, për cilin Gazeta Insideri ka raportuar javën e kaluar. Ky tender kishte vlerën 9 milion euro dhe gjithashtu ishin të përfshira këto kompani në konsorcium. Kompania Elbao, e cila ka fituar disa tendere në vitet e fundit, njihet pronësia nga afaristi Fatlum Pireva, i cili ka lidhje të ngushta me pushtetin e VV-s. Pireva ka qenë pjesë e rastit gjyqësor ku së bashku me 2 persona të tjerë akuzoheshin për dëmin që u shkaktua komunës së Gjilanit në vlerë prej 2.662 eurosh. Sipas akuzës, ata kishin paraqitur fakte të rrema në lidhje me një projekt për ndërtimin e rrugës duke shkaktuar kështu dëm komunës. Kompania Elbao ka fituar gjithashtu tendere të tjera, përfshirë një tender të dështuar për stadiumin e Gjilanit, ku kishte dyshime për përzgjedhjen e dostave të Alban Hysenit, të cilët mund të kishin përfituar mbi 15 milion euro. Nga ana tjetër, Asfalti Group, e cila është pjesë e këtij konsorciumi, është në pronësi të Visar Çorrollit, i cili mban 100% të aksioneve të kompanisë sipas të dhënave nga faqja e ARBK-s. Ky tender i fundit, me një vlerë mbi 1 milion eurosh, është një tjetër shembull i tendencave të vazhdueshme të lidhjeve të biznesit me pushtetin.